Nderuar miq, 35 vite nga themelimi i Partisë Demokratike, në ditën pikërisht të festës, ndodhi ndoshta ajo që pritej, ishte paralajmëruar, por nga besnikët demokratët kishte shpresë deri në fund se diçka do të ndryshonte. Endri Shabani, i cilësuar nga demokratët edhe si Sorosian, u votua me firmat e Partisë Demokratike dhe votat e Partisë Socialiste si avokat i popullit. Po për të folur për si arriti Sali Berisha ta gatuante gjithë këtë me votat e Edi Ramës, do të flasim me një nga themeluesit e Partisë Demokratike, zotin Fatmir Mekoçi, avokat me kontribute në shoqëri, por edhe në proceset demokratike të Partisë Demokratike, duke marrë pjesë në primare dhe proceset të tjera. Zotin Mekoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ju e kishit paralajmëruar këtë në rrjetet sociale, një ndjek vazhdimisht. Por kishte edhe nga ata që ndoshta deri minutat e fundit nuk e besonin që do ndodhte diçka e tillë. Sali Berisha e pranoi dje kur tha që ja dha votat në këmbim të mbështetjes për Florian Binajn. Që kisha parashikuar nuk diskutohet, por ajo që kam preferuar që kur primare që në Partinë Demokratike komandon Sorosi dhe vazhdon Sorosi të jetë komanda dhe politika e Sorosit vazhdon edhe në Partinë Demokratike ashtu siç edhe tek qeveria Rama. Unë jo më kote kam quajtur Sorosin qerë dhe Shqipërinë qerë Sorosit. Pra duke fut gjithë politikën shqiptare. Ajo që ndodhi dje ishte dhuratë më e bukur që Partia Demokratike dhe vetë Sali Berisha i bëri themeluesve të Partisë Demokratike, njerëzve të cilët luftuan, punuan, derdhën gjak e djerës për atë parti. Dhe në fund fare, pas 35 vjetës, dhurata më e bukur ishte që Sorosin duhet ta votonte dhe Partia Demokratike. Dhe e votoi, pavarësisht se ishte loja për të shkëputur dhe për të hikur nga salla e parlamentit, kur ata e dinin mjaft mirë që ai i kishte votat e miratimit të Shabanit, në krye të avokaturës shtetit. Më erdhi keq për ata të tjerët të cilët nuk dalin përsëri te pjesa që nuk janë politikanë, pavarësisht se janë nëpër poste, nëpër drejtime, nuk janë politikanë, sepse normalisht ata duhet në momentin që u shpall listën e firmatarëve, jo firmatarëve të shqiptar, por firmatarëve të konsolidimit të Sorosit në parti, ata duhet të ndorheqen. Nuk e bën është drejt atyre, nuk është faji im. Por kjo që ndodhi vërtetoi edhe një herë se shpesh herë njerëzit kanë pyetur se me çfarë vërteton atë bashkëpunimin që janë bashkë të dy palë. Dhe e vërtetuan katërsisht tashmë që aty janë bashkë, çdo gjë është bashkë. Unë ka thënë gjithmonë që sa herë që ka një marrëveshje, një gjë, kodi zgjedhor, të bëhen bashkë mrena natës, e gjejnë njëri tjetrin, i gjenë mënyrën, formën, për të shtyrë sa më shumë jetë gjatësinë e njëri në pushtet. Po ndoshta do ta kapërdin demokratat këtë, sepse mas 4 mandate janë opozit, tani edhe avokatin e popullit që prisin u shit në këtë mënyrë. Besoj se nuk mund të jetë diçka që mund të kalohet lehtë më kjo. Nuk është për Adriana Kalaja në reagimet e shumta fliset për tradhti hapur në këtë rast. Nuk është puna tek kapërdirja, po jam falë shumë gjëra Sali Berishës. Në 35 vite jam falë shumë gjëra. Po ajo që bëri mbrëm për shembull, ishte më skandaloze të gjithave. Kur arriti dhe Monda Burgun ta nxjerrë themeluesit PD-s, tregoi shtrëmbrimin total të historisë. Total të historisë ka shtrëmbruar mbrëm në 35 vjetor. Nuk kishte asnjë themelues Partisë Demokratike. Asnjë themelues i Partisë Demokratike nuk foli aty. Dhe Sali Berisha në fjalimin e tij u duk si vetëm ky i kishte bërë gjitha. Ky ka bërë në gjë në kohë që dhe vetë Berisha nuk ka qenë. Unë ja kam deklaruar. Tek 8 dhjetori ishte pa dhjetorisët, këtu ka qenë pa themeluesi. Po sepse 8 dhjetori janë pjesa e themeluesve. Dhe nuk janë. Ai u mundua dhe janë munduar për 35 vjet ta transportojnë te studentët, po studentët nuk kanë qenë themelues. Studentët nuk kanë qenë, unë kam thënë edhe herë tjetër,
me 8 dhjetor, me datë 9, kur këta pretenduan të futeshin grevë, Ramizalia ju solli 2 IFA me xhinse, lanë grevën, shkun ke xhinset. Atë 8 dhjetor, 9 dhjetor, 10 dhjetor ka qenë populli i Tiranës, i cili mbushte sheshin e qytetit studentit, dhe ne sheshin e qytetit studentit dhe përdonin si pikë grumbullimi, duke qenë më të mbrojtur. Por jo se studentët bën gjë dhe kishin ideal. Studentët s'ka pas se si lloj ideali, se nuk e dinin që ishte demokracia. Qa ishte demokracia, studentët nuk e dinin. Na pyesnin ne çfarë do të thotë demokraci. Se nuk e kupton. Ata ishin të rritur, ishin të gjithë vite e komunistëve, dhe dje Sali Berisha e vërtetoi katërcipërisht. Dhe Monda Bulku në ignorancën e saj tha që komunistët u mblodhen te shtëpia e Eleni Pashkos, Eleni Selenica, antare Komitetit Qendror, gruaja Josi Pashko, kriminalit e Pashko, u mblodhen ke shtëpia saj, pra në skutat e Komitetit Qendror, dhe vendosin Partinë Demokratike. Ajo që ne kena thënë gjithmonë, që kur them Partia Demokratike, nga dolën ta njerëz se nuk kanë qenë fare aty, asnjë nga ata drejtuesit që morën drejtimin e PD-s nuk kanë qenë fare. Ne si kemi parë me asnjë protestë, asnjë gjë. Në asnjë revolt tonë s'kan qenë. Dhe çuditërisht na dolën gjithë, na dolën drejtues partisë. Sali Berisha e vetmja që ka pas Sali Berisha në ato kohë ka qenë misioni takimit me Ramizalin, caktimi me Ramizalin detyrave. Nuk ka pas Sali, ma qeni në një filmim kush të dojtë nxjerrë. Unë e kam përmendur dhe me emra, qoftë Astrid Omeri, qoftë Samir Kumbara, të cilët kanë filmat dhe janë gjallë, ti nxjerrin gjithë filmat e viteve 90 ata i kanë, ti nxjerrin dhe të shohin nëse Sali Berisha del diku që drejton një protestë, drejton turmën, drejton njerëzit, unë jam plotësisht dakord. Absolutisht asnjë. Vetëm tribun ka hyrë. Dhe morin partinë, ashtu që morin janar. Dhe nga momenti nuk ka mundësi, dhe quhet lider historik një njeri që rrit 35 vjet në atë parti, qa quhet autokrat apo lider. Po pse vendosi Raimonda Bulku në podium për të folur atëherë? Si? Pse vendosi Raimonda Bulku të folur në podium atëherë? Po shtrëmnoi historinë. Për ta lënë ne jashtë në fund dhe për të nxjerrë njerëz pa identitet. Se aty ishin të gjithë njerëz pa identitet. Nuk kishin identitet. Edhe vetë Berisha tash nuk mund të flasi për themelimin e PD-s. Po ndoshta kjo është gjenda aktuale e PD-s, pa identitet. Aktualisht. Unë kam thënë me kohë që Partia Demokratike ka humbur vizionin e saj. Nuk ka asnjë lloj identiteti, nuk ka kauza, nuk ka asgjë. Ne kur kemi ndërtuar Partinë Demokratike, kemi ndërtuar Partinë Demokratike për të qenë kundërshtarë të majtës. Pra një parti të djathtë. Po mbrëm aty u tha ish pronarët, vazhdojnë akoma ish pronarët. Pra dhe sot pas 35 vjetë t'i quan ish pronarët. Është e turpshme. Është e turpshme ajo që ndodhi më. Gjithë Soros aty brenda. Duke filluar qyve Gens Pollo. I biri Stefanaq. Nuk bëhet e djatha me komunistë. Ata deri te revizionistët shkojnë. Nuk munden. Dhe qofse Rama qëndron pushtet, qëndron pikërisht për këtë. Sepse është një parti e cila nuk ka lidhje fare me të djathën. Nuk ka një të djathtë aty brenda. Se konservatorë nuk diskutojnë që nuk ka. E nisi me i themelimi. Po si është e mundme? Dhe unë kam dalë, të nesën kam dalë në media dhe kam thënë, nëse ky do bëj të paktën diçka nga kjo që thot, ky do ngelet. Nëse nuk do bëj, ky do ikin fund pushit. Dhe koha më dha të drejtë mua, jo ati. Nuk mund ta marrësh ta degradosh partinë atë formë. Pse është degradu partia? Kam bërë ndonjëherë në analizë pse është degradu partia në atë formë. Po absolutisht pse. Doshta prandaj po tenton ta shkund Saliani. Po nuk e bën dot, as Saliani nuk e bën dot. Ja ta them unë, nuk e bën dot. Nuk e bën. Edhe Saliani pjesë e tyre nuk e bën dot. Megjithatë do shoh se ç'a rrugë do marrë edhe ai, unë ja kam thënë edhe Salianit ja kam thënë. Ndajeni menin, e keni
lëvizje apo e keni takime? Ata akoma s'kan dalë, nëse e kanë lëvizje apo takim. Po pse ka frikë Saliani që ta atakoj Berishën? Po i bie, për ta thënë kështu, po i bie nga kina. Pikërisht pra, sepse këta edhe kur kritikojnë, shkojnë deri ke niveli poshtë Berishës. Berishën nuk e ngasin. Pra partinë ka doktori, ne kemi me pjesën tjetër. Pikërisht, në të njëjtën kohë që aty të gjitha vendimet në 35 vjet. Në 35 vjet, ç'është ditën që ka marrë, ja ka qenë 17 janari 91 që Berisha ka marrë pushtetin në Partinë Demokratike dhe deri më sot vetëm Berisha komandon aty. Edhe kur ka qenë president ai komandonte, edhe kur ishte në opozitë ai komandonte, edhe kur bëri sikur dha dorëheqjen me Lulin, po ai komandonte. Gjithë listat e deputetëve i bën Berisha. Leheti që thot ky jo primar, jo drejtë shejtan. Ti mund të bësh primar në një parti që s'ka fraksione. Si mund të quhesh ti partia djathtë në një parti që s'ka fraksione brenda. Dhe prandaj u shkërmoq partia. Te mendimi ndryshe duhet ikte. Se s'kishte fraksion brenda partisë që qëndronte brenda atij fraksioni. Dhe prandaj u shkëput. Dhe u bë kjo. Dhe prandaj u hiqën të gjithë. Se është e turpshme mas 35 vjetësh mos shohësh një njeri atje. Po dalin ca bank pamark atje dhe edhe flasin për partinë, për çfarë ka. Zoti Merkoti, Partia Demokratike është histori. Sali Berisha të hidhet për pjetë, bie poshtë, bëj çat ke qef histori, nuk e ndryshon dot. Zoti Merkoti, ku janë demokratët? Qofse u dhimbse Partia Demokratike sot. Ta themu se ku janë. Të gjithë ata që kanë hikur pikërisht sepse nuk kanë gjetur shpresën te Partia Demokratike. Nuk kanë asnjë lloj shpresë se Partia Demokratike do vinë pushtet. Po ti gjithë ata që kanë ikur, kanë tentuar të hapin diçka tjetër, vetë kanë dështuar. Po pikërisht sepse uni i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Dhe ai e ka manipuluar bukur këtë lloj historie. Duke u bërë vetë unë edhe s'ka njëri tjetër. Dhe të gjithë servilet që ka marrë rreth vetes ai ka marrë gjithë servilet, gjithë Sorosi është brenda. Gjithë Sorosi është brenda Partisë Demokratike. Dhe ka qenë gjithkohon o komunist, o spion sigurimi i shtetit, o Soros. Edhe Berisha këtë e di. Ja, është pjesë e lojës, si e di. Është pjesë e lojës. Dhe të gjithë që kanë munduar, kanë hik, gjithë u kanë nxjerrë dosjen. Tak, e ka thënë tje, siç ndodhi me Tomor Dosti. Kur 96, kur bë grupi i famshëm i 52-shit, që i tha ti e biri kolaboracionistit. Një djath i thot nën kryetarit partisë ti e biri kolaboracionist. Akoma me idenë e kolaboracionistit. Ti e spioni sigurisht, tha i nxori dosjen. Kështu e ka udhëheq Berisha partinë. Në këtë lloj forme. Po skenari Saliani Beni Mamin e mori e hudhin plera. E mori prapë taj. Maj tangut 97, 98, 2005, kur erdhi Berisha pushtet, për interesat e veta i dha gjithë tanket. Se si dilte i tanki i dha gjithë tanket. Kështu ka të bërë me njëri tancekën, kështu ka bërë me të gjithë. Dhe të gjithë ju ka lëpi. Sa i thret Berisha vjen prapë. Josefina Topalli iku, nuk kishte postin, iku, krye parti. Sa e thiri Berisha erdhi me vrap. As partinë e vet nuk e ka mbyll hala. I marrë rezerva. Dhe këta janë ata që idealet. Ku janë studentët që bërtasin mu studentët idealet e 10 orit? Ku janë? Nuk kam bërë absolutisht asgjë për 35 vjetë. Unë u kam thënë, kundër kuj dolem nga? Kundër babalarëve tyre që i majshin me lek? Gjithë privilegjum kanë qenë. Në një tek tuk, edhe në një tek tuk që ishte thjesht aty te bujtoria, se qa ishin inxinjeri, juridik, gjule tërsi, gjute huja. Po mos kishe biografi në sigurin, kush dërgoti ty në shkollë, pse s'mjepshim mu shkollë ta. Po t'ishe shu do të kisha po dhe në shkollë, me 10 ishëm. Si? Këte e thonë diktaturë, jo se e ndrova emrin unë. Se se dite sigurimi shtetit si e kishe emrin ti. Apo mbjemë. Gjithë ndrën emrin. Zoti Merkoçi, tani kjo e Stalianit, ju mendoni që është skenar,
po bëhet për post, për çfarë po bëhet kjo? Edhe si mbyllet? Saljani, unë për vete më tepër e shoh si një përplasje me Saljanit edhe Bardit. Për numrin 2. Për numrin 2, patjetër gjithmonë për numrin 2. Dhe unë për ne u kam thënë, nëse do ishte një lëvizje, lëvizja ka skem tjetër, ka variant tjetër, ka një kauz, ka një synim se ku do arrish. Nuk mund bësh takime dhe të thuash vetëm zgjohet Partia Demokratike se duhet sikur janë gjumë ata, ti po shko po i zgjo. Po zimin e mëngjesit. Nuk është kjo. Duhet kesh një kauz. Kesh një kauz që të ndërtosh kauz edhe kauza nëpërmjet kauzës dhe alternativës ti jep frymën dhe besimin tek demokratët. Por në momentin që ti fillon vetëm zgjohem si Sali Berisha, pastaj del Sali Berisha dhe thot po, edhe të gjithë thon po, dhe pastaj pas gjithë asaj pune që ti bën, ta merr për durësh edhe thot hikti se diti se e di unë, e kupton tu është katastrofa e kësaj pune. Në fund fiton Saljani apo Bardhi me këtë logjik? Fiton Berisha. Sepse do jo, po të zgjedhë atë që do ai. Patjetër do zgjedhë. Kështu ka ndodhur gjithmonë partinë historikisht, unë të thash, jo pa qëllim të thash që në një parti e cila quhet e djathtë dhe mburret se u zgjon zëvendës presidenti 17 Sali Berisha te CDU CDI-a. E Brazilit. Partitë internacionales qendrës djathtë, të qendrës djathtë ska qendrë. O je qendrë o je djathtë, ska. Po, ke internacionalja e qendrës u zgjodhe ti, zëvendës president dhe ti e quan burri e këtë, pra ti e tregon hapët, ai ka deklaruar hapët, ka thënë ne jemi partia e qendrës. I fut edhe i djathtë ka mrapa, i djathtë ku e gjehet di vetej. Por në konceptin politik ka të majt, tremi majt, e majta, sepse edhe TDI-a është krijuar në 1960 si formacion. Pikërisht u bën për si që krijuan socialistët për një kundër komunizmit, CDI-a u krijua një rrym kundër socialistëve. Pra këta janë social-demokratë, themi. Janë qendra, ta janë qendra. Po nuk mund të jetë Partia Demokratike qendër. Në të njëjtën kohë që ne kemi krijuar Partinë Demokratike djathtë, por shkruan drejt konservatorizmit, drejt pronës. Po si është e mundme nëse ta nuk kanë koncept politik, sepse kanë ngel ke revizionistët tash. Nuk shkojnë më tepër. Se, a keni dëgjuar ju ndonjëherë në fjalimet që mbajnë këta të thonë do ta bëjmë Shqipërinë, do shkojmë drejt kapitalizmit? Jo, nuk e thonë. Çfarë thonë? Ekonominë e tregut e pranojnë edhe socialistët, s'ka asgjë. Edhe dalim vetëm te ekonomia e tregut, jo kapitalizëm, nuk ja u zë goja këtyre ta thon kapitalizëm. Këta ne na shon, ne akoma na quajnë kulak, borxhez, reaksionar. Na quajnë të tillë. Nuk i pëlqen këtyre që t'ja u thosh të vërtetën sy. Këta duan lavde, lavdrime, lëpirje, spiulliqe. Kështu funksionon. Dhe Sorosi, partia, se tek e fundit 2005 Sali Berisha erdhi në marrëveshje që bëri me Sorosin, me tërë Sorosin në Kras Montana, boni marrëveshje dhe solli kopi. Kopi është i gjithë top. Qa, mori partinë, por mori pushtetin atë formë, me marrëveshje. Sot, qa po, gjithë njerëzit e Sorosit i ka mrena. E keni dëgjuar ju, të flasin e njëherë për Sorosin, bëjnë e i deklaratë kalimtare dhe ka gjë. Po një veprim kundër Sorosit kanë bërë. Ata s'kan guxuar që një top letër në Bashkinë Tiranës për t'i heq Sorosin qytetar nderi. Apo me goningalit në Kokës. Apo për të heqë emrat e shkollave, e të qerdheve. Shkon Durrës me votu, thot do votojmë te qerdhja Sorosit. E djathtë. Ta. Apo të bëte një kërkesë edhe në parlament mu ta bëte. Sorosin në ngradë, për kush ta qisi? Ta në gjithë Sorosin bashkë kanë qenë. Duket se politika e Sorosit në 35 vjet është bërë mota amon në Shqipëri. Qa ka dash Sorosi është bërë. Dhe vazhdon të bëjë çfarë do Sorosi.
Pra ne ka arrit Partia Demokratike në drejtxeme me 100 vetë atje në bulevard. Dhe nuk i besojnë më demokrat. Dhe pas kësaj që ndodhi, pas kësaj që doli publikisht tashmë, nuk e mohon do të më njëri. Kush do të mohoj? Quni Balli Fariu do të mohoj që ka firmos aty? Kush? Jorita Tabaku? Kush? Oher Bilik Bashi? Kush? Më thoni emër, aty që do ta mohojnë. Iglicara, firmos studenti dhjetori, turpi bodë, idealit e dhjetori, firmos për Shabanin e Sorosit. Iglicara. Pra ta Ina Zhupa, del Ina Zhupa gjitha ne. E firmos për Shabanin. Qatë, ta janë të djathët. Po, e pus durët e nuk e votoj. Jo se Liberisha me më thonë, zoti me më thonë nuk e votoj. E nuk firmos për Endri Shabani. Megjithatë, zoti Merkoçi, ky duket se është vetëm fillimi i marrëveshjeve, se po vjen ajo territoriale dhe reforma zgjedhore, edhe do shohim edhe pakte të tjera. Jo, bon marrëveshjen tjetër e cila hiku pa u ndjerë. Paqen fiskale zotri. E miratojnë mbrëmaj. Po, unë nuk kuptova këtë, zoti Merkoçi, nëse PD-ja është kundër paqes fiskale, pse duhet që të çonte edhe amendamente? Po i qo Gazbari zotri. I qo Sorosi. Sorosi, vazhdojmë, Sorosi, komunizmi në Shqipëri. Pajdutët. Kjo është lufta e cila bëhet kundër politikës amerikane, kundër Trumpit. Ka i spagu mos ketë më guxim, se bëhet paqe fiskale, nuk kontrollo më për pastrim parash, për mos deklarim pasurie. Kjo është e gjitha, të forcoj, janë gjithë në spakta, të gjithë janë spakt në tim. Dhe i thot, kush është në tim avistohet, vetëm me vendim gjykatës formës për e. Kurse kush është në dhe, pra gjitha që janë spakt, gjithë do falen ta. Dhe spagu nuk mund të kërkoj më gjë tani për pasurin tënde, sepse doli amnistia fiskale. Kjo është loja. Pra ne i bëjmë këto lloj loja. E bëjmë sikur të zeni nga parlamenti. Ajo po ta thënë që këta kanë një opozitë rroktare. Bëjmë pazare, bëjmë gjitha dhe edhe pastaj thonë pse s'del populli. Ku ndali populli? Ty ndali populli. Si budallënj din njerëzit ta. Po s'ka njerëz budallënj. Mbrëm, vetëm mbrëm, kishte një mundësi të ardhë, të thjerë dhe një 10 themelus për dështë paktën, dëgjoj zëri tyre. Nuk e bon, do të me dalë vetëm gjitha ne. Le dalë. Zoti Merkoçi, për të kaluar te kam tjetër, çfarë mendoni që do vendosë gjykata kushtetuese sot, se ka pasur mjaft deklarata e kryeministrit thuajse çdo ditë u ka kujtuar edhe pagën gjyqtarëve. Nga disa është interpretuar si presion, por sot pritet vendimi për Ballukun. Do pezullohet pezullimi, do kaloj çështja për shqyrtim themel. Unë kam thënë, nëse ata do të bështyjnë surradin e vet, mund ta kalojnë çështjen edhe për gjykim themel. Por ajo që është kryesorja, presioni që është ndaj tyre është i hapur, nuk është një presion që bëhet i mbyllur, por është një presion i hapur. Dhe vetë gjyqtarët të cilët po e torrovicin aty brenda, se aty merren prap Sorosi merren ashtë. Gendi Ibrahimin po marrë si shembull. I Sorosi total. Aty gjykatës i bëjnë gjitha. Pra ne po them. Dhe të gjithë e shohin si një presion që Rama i bën gjykatës pikërisht për të shpëtuar Ballukun apo për këtë. Ja u kam thënë edhe kam përsëritur, ndoshta jam bërë pak i bezdisur në këtë, kam thënë që Rama nuk ka hallin e si Balluk, si person. Rama nuk është i qartë që të gjithë dosjet që janë në SPAK, të gjitha janë me fije që dërgojnë direkt ke Rama. Pra Rama e di këtë. Problemi i Ramës nuk është, problemi i Ramës është nuk atë që kam deklaruar që ditën e parë doli Balluku nga SPAK-u kur mori si e pandeur, thash Balluku nuk e jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçe për ta hequr.
Jo se nuk ka këllë që për ta hequr, por Rama kërkon një vendim gjykate për ta hequr Ballukun, sepse Rama e di shumë mirë, po të firmoste heqjen e Ballukut, kishte firmos heqjen e kokës vet. Dhe unë jo pa qëllim kam thënë Rama, më letë ka të firmosi shkarkimin e tij se sa shkarkimin e Ballukut. Po jo për ato që ndodhin në SPAK, apo pse Balluku është SPAK, apo mund të flasi, mund të bëj. Se të gjithë dosjet janë SPAK. Të gjithë aferat dihen. Dhe fal OBI-s që është aty, nëse do bëj diçka. Se po tjetë për SPAK-un ton, ja, gjumi ke gjithë. Po ky njeriu që ka ardhur Klodian Braho, besoni që mund të shkoj nga Parallova në Lom tani apo? Tashti, unë e pash edhe Braho nuk është, sepse edhe zgjedhja dje ishte edhe unë e quajta zgjedhje komandume, ishte e bërë përpara se me ata dilin kot aty, boshin një intervista kot. Po e niveli intervistave ishte jashtëzakonshëm. Ja, që pyet, ishte intervistë, a do pish kafe, do t'jap kafe, të marr kafe, qitë godën prej çonave. E kupton ça skenash skandalozi që ishin. Por thash, ai është gjë e mbyllur, ishte e mbyllur më përpara ajo. Brau ka pas një dështim total. Gjykata e apelit ja u ktheu. Ndërsa gjykata e prokuroria e Belgjikës e mori si një rast unikal, për cilën duhet janë të përfshirë shtetar dhe politikan, thot në prokuroria e Belgës, është nivel tjetër e jetit. Pra, ndërsa në Shqipëri u dënu dikush një X person me 2 vjet burg edhe e mbyllën Toyota Yaris-in këta. Por në të njëjtën kohë flitet për pastrim parash, për korrupsion masiv të niveleve të larta, ashtu siç doli dhe nivelet e larta në Bashkimin Evropian. Ajo që të bëm përshtypje ky person i cili nuk ka ndonjë background në tim të institucioni, se duhet kuptojmë një gjë. Kryetari i SPAK-ut nuk është ka ndonjë gjë të madhe në dorë për sa i përket hetimeve, për sa i përket rrugtimit të hetimit, apo për të kërkuar hesap një prokurori për një dosje, apo për një çështje. Një prokuror mund të hapi çështjen edhe vetë, a pyet fare prokurorin e përgjithshëm, kryetarin e SPAK-ut. Pra SPAK-u është thjesht një drejtues, një menaxhues, një person që do ta përfaqësojë nëpër takime, nëpër mbledhje. Po jo se ky është ai që vendos. Dhe unë i qëndroj asaj deklaratës Dumanit, po tha që tashmë jemi në bashkëpunim, në unison dhe bashkëpunim të plot me FBI dhe janë amerikane. Dhe kam thënë nëse Amerika do që në gjithë të shpenzimet që ka bërë të dështoj, atëherë edhe jemi të dështuar patjetër. Por që të marri vetë Braho nuk e ka lloj forca, të lloj kapaciteti. Pa ju thonë nuk do shkoj më lart, por nuk pat një sinjal nga Përteoqani. Jo sinjal, po politika e FBI-s dhe ideas amerikane do të bëjë që topi të shkojë ke zyra e Ramës, por jo, sepse po ta shifnin në të gjithë politikën amerikane, po Rama po goditet hap pas hapi. Po çfarë i them në gjitha drejtimet. Duke bërë një njeri të cilët të pavlefshëm, qoftë në Amerikë, ai nuk shkon dot në Amerikë, por pse Rama nuk shkon dot në Amerikë. Dhe gjithë takimet që ka bërë, edhe kur ka qenë presidenti Trump, unë kam thënë, Suzi është pengesa kryesore e Ramës. Ajo e ka kthyer ndoshta pak edhe personale me Ramën, duke qenë një antikomuniste tërbume, nuk pranon që një kryeminist i tillë të takojë presidentin e Amerikës apo të takojë zyrtar të Amerikës. Po ta veni re edhe për paqen fiskale që ky meratoi, ambasada amerikane nuk ka fol fare. Nuk foli sepse para 4 vjetësh ambasada amerikane që ndaloi. Për ishte Amerika që ndaloi këtë lloj ligji që ky kaloi sot. Problemi ishte se ata e dërguan me gojën e Bashkimit Evropian. Pra ajo nuk foli. Edhe dje kur u zgjodh Brau, qofse votë ajo nuk dha asnjë
deklarate. Ikun heshtje dhe vazhdoi punën e saj dhe ishte po ky burri që martohet me burrë, çfarë ka ky? I BE-s. I bote ambasadori. Po, që bote ambasadori. Merrte ato sinjalet që i sillnin prej anej. Dhe lufta që është karshi Bashkimit Evropian, ajo që unë kam thënë, Bashkimi Evropian nuk du të futem për një arsye të thjesht, sepse ajo kooperativ, në një kooperativ vjedhet, nuk më intereson kooperativa mu. Ta e trumpetoj me të madhe futin Bashkimin Evropian. E trumpetoj me të madhe ai shumë, sa që nuk i tregojnë popullit që në atë palavos kushtetute që kanë bërë, ndryshime që kanë bërë, e kanë vënë në kushtetut, si asnjë kushtetut tjetër e botës, që Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra nesër, kur të shkrihet Bashkimi Evropian, si nesër të shkrihet Bashkimi Evropian, patjetër, kur të shkrihet Bashkimi Evropian, unë nuk e di se atë nene në kushtetut ku do të çojnë këta. Ashtu siç kanë bërë edhe me Sorosin. Pra ne Sorosin në kushtetut. Këta e kanë. Pra, unë nuk di, ky personi, a i Sorosit, a i Sorosit janë. Ta di janë. Të mund tjeti Sorosit. Po e di. Se këtu gjithë Sorosit janë. Dhe ligjin, pse nuk pres gjë? Unë nuk pres, sepse dhe ligjin këta e bën që duhet t'jesh 20 vjetë prokuror që t'jesh në BKH, apo në SPAK. Në gjithë kohë që gjithë thoshin që po bëjmë reformën në drejtësi, se kjo reformë është e kapur, e korruptuar, e njërën tjetër. Po këta 20 vjetë që kanë të nuk janë të kapur, nuk janë të korruptuar këta. Dhe prandaj ndodh kjo katrahur, prandaj ndodhi kjo lloj katrahur në Shqipëri. Dhe ky ishte programi Sorosit. Dhe ka qenë një luftë tepër e madhe që unë e kam bërë personale e kam bërë, derisa ta deklarojnë në parlament që po, është financimi Sorosit. E kanë deklaruar në parlament vetë. Dhe jo më kot kur këta votuan kushtetutën me vota 100%, unë kam dalë në media dhe ju thash, faleminderit që vendosin diktaturën në Shqipëri dhe urdhëron bujrën. Jemi në diktaturë apo s'jemi? Ky ka ndërtuar mafia në shtet, zotëri. Ky ka ndërtuar mafia në shtet. Tani ky që u zgjodh, bravo. Ha, që zoti ky ta luftoj mafia? Pse luftohet? Nëse nuk janë flas, nuk bëja dhe amerikane, ha? Që ju e pat edhe arrestimet që ju bën partije, ha? Kujt ishin? Engo Çari dhe Sky ECC-ja erdhën dosit nga ande. Nga Italia. Dhe unë kam thënë, dosit janë bërë në Amerikë. Këtu është problemi, e kanë tjerë, e kanë bërë thjesht sepse janë pjesë e këtyre. Kanë qenë pjesë me qofë me opozitën. Ju bëri përshtypje dje që një nga anëtarët e KLP-s pyeti, në mos gaboj edhe Brown, se edhe të tjerët, që qofse do zgjidhni që ta çoni përpara një dosje që prek stabilitetin e vendit, ai u shpreh sigurt që do ta çoj. Ishte thjesht për sy e faqe kjo apo? Jo, po edhe KLP nuk është në një nivel KLP-ja. Thash shife që nga to. Te kjo pyetje se për të tjerat pastaj Kjo është pyetje rutinë. Kjo është pyetje rutinë që bëhet edhe në leksionet tona në shkollë. Kemi bëhet. Nuk është një pyetje, kjo është pyetje retorike. Nuk hyn tek ato pyetje thelbësore, të cilat janë. Sepse thash që se të dua ta lidh pak edhe me atë që ndoshta SBA nuk kërkojnë stabilitet thjesht këtu edhe jetë kusht jetë letrin aty. Qofse e kërkon, unë pse thash, nuk kam besim të këta, kam besim të FBI-a, qofse FBI-a ka hedhë kaq para, ka bërë kaq dhe lejon Sorosin, që të cilën e ka shpall organizat kriminale, e lejon të qëndrojnë në Shqipëri, këtë çerdhe nuk do ta prishi, atëherë jo ky, pra e duman, po të vi kush doj s'ka për ta nga. Tu problemi është e interesi Rama ka prek kurin e Amerikës. Dosja me Gonigan është siguria e Amerikës. Atë që Sorosi ja mylli në New York, ju hapë se Sorosi këtu ishte gjithë debati.
Mbyllë s'dosit me gorikat Sorosi. Në New York ja mbyllin, nuk ja mbylli do të tjetë. E New Yorku do hap prap. Ardhja Trumpit bëri që të hapi prap dosit. Tashti, në qoftë se Amerika ka vendos që çerdhja e Sorosit të ri, ashtu siç është vendosi 50 vjet të ri të komunizmit në Shqipëri, gjithë vendet e tjera ishin në rregull, vetëm Shqipëria, fanar ndriçues i komunizmit, qoftë do na lejnë ç'a themi, ne s'kemi forcë, sepse këtu thash 35 vjet është bërë politika e Sorosit. Ne kemi tranzicion komunist. Por a mund shpresojmë ne tani duke pas parasysh e kam pyetjen e fundit të ndryshimin e politikës sigurisë amerikane, pra sigurisë kombëtare, drafti, dokumenti që doli ditët e fundit që godiste Europën, tani edhe ne këtu jemi, nuk besoj se kur godet gjithë ato shtetet e mëdha, Bashkimin Evropian për Ballkanin, për ne jemi shumë. Jo, ne vërtet si vend i vogël, por nuk jemi të pavëmendshëm, apo nuk jemi në qendër të vëmendjes të Amerikës. Për vetëm arsye sepse Rama është zgjedhur nga Kabala dhe Sorosi. Është zgjedhur si lideri përfaqësuesi i Sorosit dhe i Kabalës në Europë, në Ballkan dhe në Shqipëri. Dhe unë jo pa qëllime kam quajtur çerdhe e tyre Shqipërinë. Dhe gjithë to kulla që bëhen, nuk bëhen për popullin shqiptar. Ta bëhen sepse sot duan të sjellin administratën, gjithë administratët e tyre duan ta instalojnë në Shqipëri. Dhe Rama po mundohet të luaj çdo lloj loje, edhe firmosin që bëri me Izraelin për armatimin. Nuk ishte thjesht për armatim. E para pastrim paraje, dhe e dyta kush ishte pjesa tjetër. Pjesa tjetër ishte se ky kërkonte nëpërmjet tyre lobimeve të tyre të afrohesh administratës Trump. Unë kam thënë ky as rojen që është Kapitoli nuk e takon dot, jo më futet në administratën Trump. Tash fal asaj Suzi, e cila është krau djathi i Trumpit, ta bën gjithë agjendën e tij. Megjithatë ka dy shtyllat të forta në Europë, se ka Meloni, po ka dhe Erdoganin që janë shumë të afërt me Trumpin. Jo, nuk është problemi i Europës. Problemi Europa Bashkimi Evropian do shpërblej. Jo, kam fjalën që nuk i përdor për administratën amerikane. Po nuk e përdor, sepse e para e Meloni ka hëngër dajak për takimin që boni me Ramën. Para ato uljet e bërë. Qëse pat në takimin kur ka qenë me Zelenski që sorrollase syt Meloni në përtavon, ishte dajaku që kishte hëngër për Ramën e para. Erdogani nuk ka më bashkëpunim. Jam prish marrëdhëniet me Ramën. Po këtë ma thatë edhe herën e parë, po e vërtet. Jam prish, unë ja u kam thënë që jam prish marrëdhëniet me Ramën. Jam prish, nuk ka më Erdogani marrëdhënie me Ramën. Dhe nuk mundet që Erdogani të njollosi vetet apo kushdo tjetër qoftë, të njollosi veten me emrin e Ramës kur Rama ka marrë mandatin, ashtu siç unë e dinë edhe ata. Ata ja bile se dinë më mirë se sa unë. Që Rama është caktuar të qëndrojë në krye të këtij vendi në çdo kusht, në çdo formë, në çdo çmim. Tashmë unë pranoj po them, nëse Amerika do ta lej, ne s'kem ç'i bëjmë. Po unë gjykoj se ata nuk e besoj që do ta lejnë, edhe aq më tepër tashmë që janë futur edhe Europës. Dhe kur janë futur Europës, jo pa qëllim, do shihni edhe këtë vandelindin e këto që do dalin të korruptum, do dalin dosit edhe këtyne. Sepse shpërbërja e Europës kjo do jetë. Korrupsioni, ju e shihni, lufta në Ukrainë, e gjithë është në luftë, është vendi më i korruptum. Është vendi më i korruptum. Ukraina vendi më i korruptum. E megjithëse është në luftë. Dhe Europian, dhe prandaj kërkon Trumpi këtë lloj politike që godet Europën, sepse këta Europian për të mbyllur korrupsionin e tyre kërkojnë që të vazhdojë lufta në Ukrainë një e para dhe nxjerrin gogolin rus. Do pushtoj Rusi, thotë do pushtojë Europën. Si çai duhet Rusit Europë, Rusit vendet e vetë s'ka ku i çojë, jo më Europën. Qofse po në Ukrainë ai po për një luftë taktike për të marrë ato vendet e veta, ato gjuhë që flasin rusisht. S'ka lidhja me se si ka shpall luftë.
normale, luft, nuk i ka shpallur Ukrainës, po ta shihni ai, nuk ka det as civilet, as këtë, as urat, as hekurullat, as gjë. Ajo ka me pika strategjike, prandaj quhet luftë taktike. Mirë po, Europa për të bërë këtë, atëherë thotë do na sulmoj Rusin për të terrorizuar popullin. Nëse Rama bëri me atë të mbrëmshëm, i tregoi Kashillikun, prapë i tregoi Kashillikun Trumpit, politikës ti, dhe tha unë bëj pagje fiskale. Pra, gjithë hajdut, gjithë legët që janë vjedhë, gjithë pastrimi parave që ti ke shkruar për raportet atje, unë po i falë dhe hajtë mirë pafshim. Tash i qoftë se Amerika e pranon këtë, ne nuk kemi forcë për ta bërë. Apo ta them ço, me këtë opozitë një, që është bashkë me të. Soros i kënej, Soros janë ne, gjithë natën flejmë bashkë, ditëm dalin edhe bëjnë sikur zihen, ne nuk e heqim dot. Keq vje, po kjo është realitet. Me mbyllëm me një konstatim të hidhur, zoti Merkoshi, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve.